Vërtet tashmë kjo situatë është përkeqardhje dhe ne përshqasim në një fazë që asnjëherë si ka ndodhur Republikës Kosovës. Televizja vetëvendosje cilës i takon ta propozoj kryetarin e kuvendit ka vendosur që ta mbajë peng shtetin për shkak të tekëve të tyre për një emër të përveçëm. Lëvizja si vetëvendosje i takon ta propozoj kryetarin. Nëse i ka votat dhe ka kriju shumicën parlamentare, atëherë mundën me zgjedh kënd të dëshirojnë, por nuk mundën ta imponojnë për votuesit, për deputetet e opozitës, emrin ashtu siç po kërkojnë. Mentaliteti arbitrar i marrjes së votës me zër nuk ka vend në një sistem demokratik. Nuk merret vota me zër. Ne jemi këtu, do të ishim të gatshëm edhe sot me shqyrtu një kandidatur tjetër, le të sjellin një kandidat apo kandidate që vërtet mund të jetë më e pranueshme për opozitën. Ne jemi të gatshëm të votojmë një kandidate ose një kandidat i cili nuk ka prapa vetës një histori të përçarjes, po dhe dështimeve siç i ka kandidati aktuale e cila dështoi për herën e tretë.